Hobi ka kryeministri aktual dromat edhe krizat. Jeton me to. Kosova sot ndodhet në një krizë politike, shoqërore, ekonomike, krizë shprese, dhe kjo krizë sigurisht se ka një shkaktar dhe ka një adresë. Shkaktar i kësaj krize është Zoti Kurti dhe qeveria aktuale, që 6 vite të arrogancës, konfliktit dhe mungesës së rezultateve, që 6 vite ne ndëgjojmë arsyetime, që 6 vite ne ndëgjojmë propagandë, që 6 vite ne ndëgjojmë viktimizim. Qeverit moten me rezultate mas mandatit 4 vjeçar. Këta janë qeverisë 6 vjetë. Kisha pas dëshirë që sonte bashkë me juve, me i numru projektet dhe me një konstatim të fund, me gjithat ka pas mundësi mu bo ma shumë. Ku janë raportet e Kosovës me misht? Kemi arrit deri në atë pikë kush ndërprej edhe partneriteti i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të zhvillojmë ekonominë. Ne nuk flasëm me përbuzje ndaj bizneseve. Ne nuk i sulmojmë bizneset. Sepse ata janë njerëz të mirë. Ata punojnë për veti, punojnë për familjet e tyre, punësojnë njerëz, paguajnë paga, paguajnë tatime. Prandaj ne do të krijojmë kushte dhe klimë të përshtatshme për biznesin. Ne do ta kryjmë reformën e pagesës të TVSH-s. Ne do t'i stimulojmë me grante gjitha bizneset prodhuese dhe bizneset fillestare 30% të investimit. Ne do t'i lirojmë gjitha pagat deri në nivel prej 500 eurove për pagesës tatimit, me qëllim që njerëz të paguajnë më pak tatime dhe të kenë më shumë para në xhep. Do ta themelojmë gjykatën e punës, që lëndë nga marrëdhënia e punës të trajtohen në procedurë të shpejtë dhe pa vonesa. Do ta krijojmë fondin prej papunësisë, që t'i mbron punësurit në rast falimentimit në ndërmarrje dhe 6 muaj. Paga do të jetë 80% e pagës të fundit. Procesi integrimeve. Kosovës po i vje kufiri bëjës kufi me Shqipërinë. Kena me shku me pashaport. Ka me pas aty të shkruar mbi shkrimin. Qytetarët e BE-s dhe pashaportat tjerë. Na kena më detyru me hite pashaportat tjerë. Hobi ka kryeministri aktual dromat edhe krizat. Jeton me to. Ai sot flet jo për me i stabilizu institucionet, jo me dho vendit institucione, po flet për zgjedhjet e ardhshme. Liderët tonë, miqtë tonë, ballafaqohen pa drejtësisht në një proces. Në një proces që u du me besu në drejtësi. Do ta ketë, nëse i referohemi fakteve ka drejtësi, veç një epilog, vendimin lirus. Prandaj, sot ju lus që të punojmë fort, që Partia Demokratike fiton dhe liderët tonë t'i pret me fitore shpejt në Kosovën e tyre, Kosovën e lirë.